është e rëndësishme që individi me kuptu sepse kuptohet. Kur po fillon e bëhet addicted, në momentin që e shikon po marrim alkoolin me që është substancë që nuk jam kundra. Kur më pyesin pacientët i doktoresht a pin, një gotë ven është okay. Por në momentin që kjo gota e venës apo birra apo pijet e tjera fillojnë na kushtëzojnë jetën tonë, pra komandojnë ato dëshirat tona dhe jo ne konsumimin e alkoolit, aty po fillon e bëhet problem dhe duhet me kërku ndihmë. Këtu duhet ndërhy, sepse është akoma momenti kur ne mund ta zgjidhim këtë problem me shumë pak përpjekje, ndoshta edhe pa ilaçe, por me një psikoterapi apo me një ndryshim të stilit jetesës, sepse jo çdo smundje ose jo çdo shtrëngullim në adiksion trajtohet vetëm me ilaçe, trajtohet edhe me ndryshim të stilit jetesës.